Kryeministri në detyrë i Kosovës Albin Kurti ka njoftuar se Forca e Sigurisë së Kosovës, FSK, është pajisur me sistemin raketor antitank gjerman Panzerfaust 3 si pjesë e forcimit të kapaciteteve mbrojtëse të vendit. Ai ka shpërndar pamje nga rreth kësaj gjersa ka shtuar se investimi në mbrojtje është investim për paqen, sovranitetin dhe integritetin e Republikës. Sistemi raketor antitank gjerman, pjesë e arsenalit të mbrojtës të FSK-s, ka shkruar ndër të tjera Kurti. Gjatë mandatit tonë, Ministria e Mbrojtjes përveç të tjerash, ka realizuar edhe një blerje tjetër të rëndësishme për forcimin e kapaciteteve mbrojtëse të Republikës së Kosovës. Sistemi raketor antitank gjerman Panzerfaust 3, një nga sistemet më të avancuara dhe më të besueshme të këtij lloji, me përdorim nga ushtria e vendeve të NATO-s. Investimi në mbrojtje është investim për paqen, sovranitetin dhe integritetin e Republikës sonë, ka shkruar Albin Kurti në Facebook, ndërsa ka shpërndarë edhe pamje. Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës ka dalë me një njoftim të rëndësishëm për mërgjimtarët të cilët tashmë janë në syrë Kosovës për festat e fundvitit. Përmes një njoftimi përmendjet, kjo ministri ka bërë të ditur se nesër më 24 dhjetor 2025 do të ketë bllokim të përkohshëm të qarkullimit rrugor në segmentin rrugor në fshatin Kastrat të Kurshumlisë të Serbisë nga ora 11:50 deri në orën 15:50 për shkak të aktiviteteve të paralajmëruara nga banorët lokal. Gjithashtu, sipas paralajmërimeve të tanishme, bllokim të qarkullimit do të ketë edhe në datat 27 dhjetor 2025, ku bllokimi i qarkullimit do të jetë prej orës 11:52 deri në orën 18:52 dhe në 3 janar 2026, ku bllokimi do të zgjasë nga ora 9 deri në orën 24, thuhet në njoftimin e kësaj ministrie. Në vijim postimi i plot. Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës njofton se nesër më 24 dhjetor 2025 do të ketë bllokim të përkohshëm të qarkullimit rrugor në segmentin rrugor në fshatin Kastrat të Kurshumlisë, Serbi, nga ora 11:50 deri në orën 15:50 për shkak të aktiviteteve të paralajmëruara nga banorët lokal. Gjithashtu, sipas paralajmërimeve të tanishme, bllokim të qarkullimit do të ketë edhe në datat 27 dhjetor 2025, ku bllokimi i qarkullimit do të jetë prej orës 11:52 deri në orën 18:52 më 3 janar 2026, ku bllokimi do të zgjasë nga ora 9 e mëngjesit deri në orën 24. Qytetarët e Republikës së Kosovës, të cilët kanë planifikuar udhëtimin drejt vendlindjes apo tranzit nëpër këtë segment rrugor, këshillohen që të planifikojnë me kohë lëvizjet e tyre me qëllim të shmangesë së pritjeve, vonesave apo pengesave eventuale në qarkullim, të shfrytëzojnë rrugë alternative. Për informacione shtesë, qytetarët mund të kontaktojnë qendrën për menaxhim të krizave konsullore